Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ledion Liço reagon me një mesazh ngushëllues për Gjestin dhe familjen e tij. Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme në zonën pranë fshatit Qungur, ku si pasojë një aksidenti rrugor ka humbur jetën në vend Eldion Kelmendi, vëllai i fituesit të edicionit të fundit Gjesti. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe tek familja, miqt dhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë dërguar mesazhe ngushëllimi për këtë humbje të parakohshme. Moderatori i njohur i Bigut, Ledion Liço, ka ndarë publikisht dhimbjen përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Ai shpreu ngushëllimet e tij më të sinqerta Gjestit dhe familjes Kelmendi, duke theksuar se është thellësisht i tronditur nga kjo tragjedi. Jam i trishtuar nga ky lajm i kopshëm për një familje të bukur që vetëm pak muaj më parë festonte gëzime. Bëhuni të fortë sepse këtë do të donte dhe ëngjëlli juaj, ka shkruar Ledion Liço në Instagram. Ngjarja e rëndë ka prekur thellë opinionin publik, veçanërisht fansat e reality show-t, të cilët kanë shprehur solidaritet me Gjestin në këto momente të vështira. Humbja e një të riu në rrethana të tilla e ka kthyer ditën e sotme në një ditë të zije kombëtare.